17 shkurt. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Bordi i paqes është diçka që Trump mundohet ta portretizojë si një arritje të madhe, por nga trysnia e madhe, sidomos e djathtas, ka filluar ta spostojë thjesht për gazën. Pra nuk ka ndonjë rëndësi që të bëhet paralel me OKB-n, sepse ata që kanë pranuar ftesën nuk janë të niveleve A nga Liga e Kombeve ose nga Kombet e Bashkuara. Europa, elita ka kundërshtuar. A është oksigjen për Ramën? Për çastin mundet. A do ta shfrytëzoj ta kthejnë në propagandë? Le të shikojmë. Nga ato që unë di, ai fluturon nesër për në Washington dhe mbas puthjeve me Blinkenin do të jetë në një sallë ku do të jetë doni i madh. Nuk ndryshon asgjë, se sa nga një seancë e KB-s, kur Rama rri ulur me ardhacakët e tij nga Tirana, Trump flet dhe ikën. Ambasadorja e tij në OKB sot ka u thuar drejt Tel Avivit, kjo më shqetëson. Ndërkohë që duket që Rama ka një ftoje të madhe me BE-n dhe mbas fjalimit të Rubios, duket se dhe Amerika vet po e rishkruan pozicionimin e saj për rendin botror. Dashuria e ashpër e Rubios për Europën. Mesazhi i tij është më i mirë se sa i çdo Vance, por pastaj vjen Ukraina. Rubio afroi një mesazh më pajtues në një fjalim këtë fundjavë, por tema themelore mbetet ajo e dashurisë shumë të ashpër për kontinentin. Rubio në konferencën e sigurisë në Myni kujtoi luftën e ftohtë, kur pjesa më e madhe e botës jetonte pas një perdeje të hekurt dhe pastaj pjesa tjetër duke sikur do të vinte së shpejti. Perëndimi mendoi se ishte në rënje përfundimtare. Por para ardhësit tanë, thot Rubio, e kuptuan se rënja ishte një zgjedhje dhe ishte një zgjedhje që ata refuzuan ta bënin. Amerika dhe Europa tani janë në një pikë tjetër kthese. Rubio ofroi kritikën e njohur tashmë të administratës së tij në lidhje me gabimet e politikave të Europës mbi emigrimin masiv, mbrojtjen, klimën dhe energjinë. Por ai e rrënjosi këtë kritik në historinë dhe vlerat e përbashkëta të qytetërimit perëndimor. Ai tha, ne jemi të lidhur shpirtërisht dhe jemi të lidhur nga ana kulturore. Ne besojmë se Europa duhet të mbijetojë, sepse dy luftrat e mëdha të shekullit kaluar na shërbejnë si kujtesë e vazhdueshme e historisë se në fundit fati ynë është dhe do të jetë gjithmonë i ndërthuar me tuajin. Rubio përshkroi një aleancë të rinovuar transatlantike si mbasti të gatshme për të mbrojtur popullin ton, për të mbrojtur interesat tona, për të ruajtur lirinë e veprimit që na lejon të formësojmë fatin ton. Jo një që ekziston për të operuar një shtet global të mirëqenies dhe për të shlyer mëkatet e supozuara të brezave të kaluar. Ai gjithashtu bëri një pikë kthese të rëndësishme se aleanca nuk duhet të kufizohet nga institucione shumë palçe për te kontrollit saj. Ai përmendi Kombet e Bashkuara në veçanti për dështimin për të ndaluar ndonjë konflikt të kohëve të fundit të rëndësishëm. Kritikët liberal të administratës në vend dhe në Europë shumë shpesh ngatrojnë këtë kritik me qëndrimin e një anshëm të Amerikës që është një realizëm praktik. Fjalimi i Rubios mori duartrokitën Myni, pothuajse nga çdo cep i koalicionit të brendshëm zoti Trump. Është zbavitse të shikosh disa në të djathtë që sugjerojnë se Rubio po shpik një koktejl të ri të politikës jashtme
sikur bota fillon ndje. Rubio po mbështet drejt për drejt nga libri i lojës Ronald Reagan për atë që quhet internacionalizëm konservator, i palëkundër për udhëheqjen amerikane dhe superioritetin e lirisë, i ankoruar nga kërcënimet ndaj popullit amerikan dhe interesave tyre. I kujdesshëm se diplomacia dhe tregtia vet mund të zgjidhin mosmarrëveshjet në botë. Ky botkuptim ende përfaqëson formulën më të mirë për të marrë me kërcënimet që grumbullohen ndaj Amerikës, përkatësisht në një boshtë midis Kinës dhe Rusisë apo Koresë Veriut dhe Iranit. Rubio do që Amerika të jetë lojtari më i madh në çdo rajon, por dështimi i tij më i madh si president për Trumpin është se ai nuk do ose nuk mund të artikuloj parimet e tij më të gjera. Zëvendës presidenti Vance bëri propozime për një kulturë të përbashkët me Europën në fjalimin e tij një vit më parë. Por Vance pothuajse i tha Europës se ishte e lirë të planifikonte funeralin e saj dhe u dha pak oksigjen skajeve të krahut djathtë të Europës që në fakt janë simpatizantë ndaj Moskës dhe Putinit. Rubio gjithashtu po ofron një vizion shumë të mirë se Mark Carney i Kanadas, heroi Davosit. Ideja të cilit për zëvendësimin e udhëheqjes amerikane me një koalicion të fuqive të mesme të botës është një politikë e brendshme, cinike dhe iluzion. Shqetësimi i madh për mesazhin e Rubios është Ukraina, e cila qoftë se na pëlqen apo jo, është vija e parë aktuale e qytetërimit perëndimor. Në këtë drejtim nuk ishte qetësuese që mbas Miriut Rubio u drejtua për në Hungari dhe Slovaki, dy nga miqtë më të mirë të Rusisë në Europë. Pra, Amerika vazhdon të sillet si ndërmjetës në luftën Ukrainë-Rusi në vend që të marrë anën e perëndimit. Fjalët e mira të Rubios për vlerat e përbashkëta nuk do të kenë shumë vlerë nëse Ukrainës i imponohet një paqe e kalme. Pra, në duke të parë, për vlerat e përbashkëta nuk do të kenë shumë vlerë nëse Ukrainës i imponohet një paqe e kalme. Pra, në duke të parë, Rubio ndryshon tërësisht nga J.D. Vance. Natyrisht që ka një dashuri të ashpër e Rubios për Europën. Mesazhi ishte më i mirë, natyrisht se i J.D. Vance. Por a mjafton kjo? A binden europianët që ai fjalim elegant dhe i guximshëm mpre pyetjen të republikanët, çfarë lloj partie duhet kemi ne? Rubio arriti të përcjellë një audiencë europiane thuajse të njëjtat objektivat politikës jashtme që presidenti Trump ka ndjekur. Nuk pati ashpërsinë e panevojshme të shefit të tij. Thirrja e tij prekse të rrënjtë e përbashkëta të qytetërimit që bashkojnë Amerikën dhe Europën nuk i ka errësuar paralajmërimet që zoti Trump ka bërë, të cilat Rubio i përsëriti. Ai tha që Europa nuk mund mbështetet më në sigurinë amerikane për paqen. Ajo ka ndjekur rrugë ekonomike katastrofike të gabuara për një kohë shumë të gjatë dhe në trajektoren e saj aktuale, tha Rubio, qytetërimi i saj po shkon drejt zhdukjes. E megjithatë, e gjitha
u dha në një mënyrë që i fitoi atij një duartrokitje në këmbë nga elitat e Europës. Është e manitshme se çfarë mund të arish nëse i reziston tundimit për të thënë se do të aneksosh Groenlandën. Edhe pse u zhvillua në një sallë vallëzimi hoteli në kryeqytetin bavarez, pikturoi një pamje të dobitshme të sfidës themelore dhe gjithnjë me të thellë të Partisë Republikane këtu. A mund të jepni tronditjen e nevojshme një sistemi në rënje, pa pasur bagazhin e dëmshëm që vjen mbas kësaj? A mund të jeni kaq radikal, revolucionar, sa të detyroni llojin e ndryshimeve të nevojshme për të përmbysur një rrugë kombëtare në dështim, pa i tmerruar njerëzit se jeni në të vërtetë të çmendur, të këqij, të rrezikshëm? Me trumpizmin është pyetja e vjetër. A mund ta keni thelbin pa spektaklin? Është një pyetje e rëndësishme, jo vetëm se Rubio, me sa duket, dëshiron një ditë që të mbaj flamurin e partisë, vitin e kaluar ndodhi ndryshe. Amerika kishte nevojë për një tronditje për sistemin e saj. Duhet ishte e qartë, kjo duhet kishte nisur që nga mesi i dekadës. Në vend të kësaj, kuptimi kryesor i anës gjeniale të Trumpit, Partia Republikane ishte bërë një hibrid i kot dhe kurioz i mendimit ekonomik të ngurtësuar nga fundi i shekullit të 20 dhe në nështrimit pa vullnet ndaj radikalëve të majt. E kaluara e Partisë Republikane në këtë shekull u përcaktua nga një arrogancë, një miopi të kombinuara për të prodhuar një nga fatkeqësitë më të këqija të politikës jashtme në historinë amerikane dhe krizën më serioze ekonomike në 75 vitet e shekullit. Fushata dhe mandati i parë i Trump ishte një zjarr, por plera spektakli dhe thelbi. Për pjesën më të madhe, spektakli ishte thelbi, vrasësia, tuitrat e natës dhe risia e pastër e stilit. Fronti i tij ishte një formë vetqeveristi. Kishte diçka në lidhje me këtë njeri në mënyrë spektakolare i pandershëm, që ishte thellësisht i ndershëm. Vetëm dikush i pangarkuar nga një jetë politike mund guxonte të thoshte gjërat që thoshte zoti Trump. Megjithatë, përfundimisht, spektakli e mposhti thelbin dhe revolucioni i tij u anullua. Por me vonesën e mandatit dytë, thelbi premtoi të ishte suprem, një sulm më i organizuar, më i bashkërenduar ndaj emigracionit pa ligjshëm, dobësive të ekonomisë dhe gjendjes dobësuar të fuqisë globale të Amerikës. Problemi është se një vit më vonë sot, sondazhet sugjerojnë se për shumicën e amerikanëve, spektakli i shëmtuar i Trump po zhduk thelbin. Mashtrimi pa shoq, armatimi i egrit drejt presidentit, zbatim i panevojshëm çnjerëzor i imigracionit, shpërthimet groteske të paregjykimeve më të ulta nga mendja e një fëmije të rritur. Thelbi ka qenë shumë mirë, por gjithnjë është një ignoruar. Kufiri mbyllur dhe qindra mira të deportuar, ekonomia e fuqishme me inflacionin që po shkon drejt ulës, janë në favor të zotit Trump. Por mesazhi nuk po jepet i qartë nga njerëzit që janë rreth tij. Është brillant me kontrollin e wokizmit. Riktheu statuin e Kolombit. Zhduku transgjendorët, woke, DI. Por mënyra se si flet e dëmton. Ai thotë që inflacioni në kohën e Biden ishte më i keq në 100 vitet e fundit. Nuk është e vërtetë. Kur Biden u largua nga shtëpia e bardhë, inflacioni ishte 3%. Sot me Trump është 2.7%. Fakt.
Gjatë mandatit Bidenit, inflacioni hypi deri në 9%, 10% me Covidin. Dhe GDP-ja duket se po shkon 5.5, por uhaja kombëtare është rritur dhe 1.5 trilion dollar. A do të bjerë mbi konsumatorin pesha e tarifave? Dhe shngjet në qoftë se Kongresi dhe Senati shkon nga demokratë. Për vendet vogla, sa herë që e djathta vjen në pushtet ka shpresë. Por mbështetje po gëzon Orban dhe kryeministri Bratislav. Janë më afër zotit Trump. Erdogan gjithashtu. Amerikanët e kanë si mentalitet që mbështesin numri 1 kudo që është, ato që është në zyrën e pushtetit. Ndaj, edhe pse ka pasur lobingje të mëdha nga Tony Blair dhe Kushner, kjo figurë mediokre, është ftuar Shqipëria, jo personalisht Rama. Në një bord që Trump e quan bordi më i madh në botë, që nuk është, dhe haraçi që do të pagojë Rama do të shikohet. Natyrisht që ka dy qëndrime, ai deep state, ata që mbështesin SPAK-un, janë në kundërshtim me fëmijët e llastuar të zotit Trump dhe servilëve që paraqesin një realitet që Trump nuk e njeh për Ballkanin. Por konservatorizmi amerikan, Departamenti i Drejtësisë, FBI, CIA, mbështet SPAK dhe ndaj jemi me fat. Sepse mund të ftojnë në Washington, mund të ulesh në tryeza. Por askush nuk më thot dot që ai i Azerbajxhanit dhe Uzbekistanit nuk janë diktatorë dhe s'kan asgjë të përbashkët me demokracinë amerikane. Apo ai Marokut, ai Katarit, apo sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit, apo ata të Indonezisë. Ata që kanë halle vrapuan tek bordi. Bord që në pjesën e parë ka dështuar për të zvendësuar OKB-n, për çastin. Për gazën është një rrugë shumë e gjatë. 5 miliardë janë premtuar. Premtimet janë tjetër gjë. Duhen të paktën 70 miliardë dollar. Në çdo emision e nis me moton e Bill O'Reilly, ngriuni luftoni për vendin tuaj. 20 shkurt është një datë e madhe për Shqipërinë. Ndaj të keqes duhet përballur me forcë. Kjo diktaturë e re ndryshon nga diktatura e Hoxhës. Ishte brilante ajo që ndodhi në Durrës, kur disa qytetarë trima ja thanë sy, hajdut, legen, me Gysi, me Belinda Ballukun. Pra, Rama e urren Shqipërinë, por shqiptarët e urrejnë atë. Mund të ulet në salla kur çdo i madh. Por mua kjo më kujton Gaddafin, i cili u prit me pompozitet nga Condoleezza Rice dhe do të shkonte tek Bush, një emër tjetër i madh për çështjen tonë. Përfundi nuk ndaloi dot. Kësaj edhe për atë që ka një dosje shumë të madhe këtu. SPAK vazhdon hetimet. Mbi 20 vet nga FBI janë atje. Thank you. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.